Mirëmbrëma, jemi bashkë në këtë hapësirë informative, do të flasim për sigurinë kibernetike, do të flasim për inteligjencën artificiale, por do të flasim edhe për smart city, pra qytetet smart, inteligjente, që tashmë janë koncepte që gjithnjë më shumë neve po i njohim dhe i kemi në përditshmërinë tonë. Për këtë do të diskutojmë me pedagogen Nadia Elbasani. Faleminderit shumë që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Besoj janë 3 nocione që janë bërë pjesë e pandar e jona, por ju si një eksperte e kibernetikës, si do e rëndisti për nga rëndësia? Për nga rëndësia, sigurisht, siguria kibernetike mbetet e para, pavarësisht zhvillimeve të inteligjencës artificiale. Unë vazhdimisht e them që pa bazën e sigurisë, çdo ngritje që ka teknologjia do të shuhet shumë shpejt, madje mund të kthehet në katapult. Kështu që siguria mbetet e para, më pas teknologjia e informacionit dhe inteligjenca artificiale vetëm ngrihen, zhvillohen, mbikëqyrja përmes smart city e tjerë me radhë janë vetëm vazhdimi i piramidës për të shkuar drejt majës që sigurisht mbetet e ardhmja për të zbuluar se cila do të jetë. Por pa bazën që është siguria, është e kot të diskutohet gjithçka tjetër. Kështu që rëndësia që po jepet sigurisë kibernetike, zhvillimi i termave të rinj për mbrojtje, qofshin këto nga konferenca e NATO-s e tjera me radhë, janë të gjitha në favor të zhvillimit të përgjithshëm të teknologjisë informacionit. Sa herë që ne jemi në internet, thuhet një term lundrohet në internet, po për kufizojmë interneti sigurisht një det shumë i madh. Sa të sigurt jemi në këtë det? Shiko, siguri kibernetike 100% nuk ka dhe ky është një parim që mësohet që në fillim për studentët e teknologjisë informacionit dhe specifikisht ata që fokusohen në sigurinë kibernetike. Se nuk ka siguri kibernetike 100%, kjo nuk do të thotë që ta heqim totalisht vëmendje nga ajo. Por, do duhet të kuptojmë që zhvillimet e teknologjisë vijnë me kujdesin e shtuar që duhet ketë në siguri kibernetike. Të gjithë i dim tashmë benefitet e teknologjisë, të gjithë marrin benefite nga teknologjia, presim të marrim edhe më shumë benefite prej saj, por normalisht siguria do duhet të jetë parsorja, sepse pa të çdo gjë do të shuhet. Kur flasim për siguri, çfarë duhet kemi parasysh? Duhet kemi parasysh se si të lundrojmë në internet, në atë oqeanin e madh. Do duhet patjetër të kuptojmë se çfarë të dhënash ne shpërndajmë, kujt po ja shpërndajmë këto dhëna, ku ruhen të dhënat tona dhe pse i japim të dhënat tona. Pra në nivel personal, pra në nivel individi, i vetmi kujdes që kërkohet nga qytetarët është aspekti i të dhënave që japin në të gjitha platformat ku ata përfshihen, bëhen pjesë. Ndërkohë, një tjetër thirrje që i bëhet qytetarëve për sa i përket sigurisë kibernetike në nivelin e tyre, pra në nivel në thonjza mikro, është që të kenë kujdes se çfarë klikojnë dhe për më tepër vijimsinë e klikimeve që ata bëjnë si pasojë e një njoftimi të ri, mesazhi të ri, emailit të ri e tjerë me radhë. Para disa javësh kishim mashtrimet që u bën në masë, mashtrimet që njihen ndryshe dhe si piramidat online, kishim po ashtu edhe mesazhe të shumta që shpeshherë dhe policia e shtetit dhe në deklarata ku thonë që keni kujdes kur vjen një mesazh në telefon që dërgohet nga posta shqiptare ose mesazhe të tjera të fshehura në të lloj forme. Po si mund të mbrohemi nga këto mashtrime që shpeshherë janë deri diku edhe shumë si të vërteta dhe origjinale? Atëherë, ju prekët dy pjesë të ndryshme. E para prekët faktin e asaj që e quajtur firma piramidale, ndërkohë ishte një skem Ponzi e bashkuar me elementë të tjerë që e koklaviti më shumë çështjen. Dhe e dyta është mesazhet phishing që kanë ardhur vazhdimisht edhe në kohra kur ne po flisnim në mënyrë intensive për kujdesin në hapësirën kibernetike. Këto mesazhe po ndalem tek pjesa e dytë, duke qenë se pjesa që folëm pak më parë ishte për individin dhe po e vazhdoj në kuadrin e individit. Kujdesi i shtuar drejt mesazheve që ju vijnë dhe sidomos në periudha të caktuara, të cilat janë më të shumta në disa elementë. Për shembull, mos u çuditni që në dhjetor dhe në janar të vijojnë përsëri mesazhe të tipit të përditësoni të dhënat e juaja për sa i përket pakos që do ju mbri në destinacion, pra në banesën tuaj.
Pse e thash këtë periudhë, pra dhjetorin dhe janarin, sepse është diçka që përmes social engineering, pra përmes një mënyre për të gjetur se kur janë kurbat më të larta të blerjeve online, pikërisht në atë moment kemi dhe goditje kibernetike, ose më saktë sulme. Sulmi kur ndodh në mënyrë masive, pra nuk është se shkon tek një individ, tek Mario apo tek Nadia, sulmi ndodh për të gjithë dhe varet se cili nga ne bie pre e këtij sulmi. Pra, fakti që zgjidhen periudha të tilla, periudha festash, ku kurba e blerjeve online është edhe më e lartë dhe rrjedhimisht personat kanë tendencën për të besuar që i ka ardhur realisht pakoja dhe do duhet thjesht të updatojnë të dhënat e tyre. Në këtë moment, do duhet shikoni me detaje mesazhin. Zakonisht mesazhet fatmirësisht kanë gabime drejtshkrimore. Por me zhvillimin e inteligjencës artificiale, gabimi drejtshkrimor po zvoglohet gjithnjë më shumë. Por gjithsesi do duhet keni vëmendje tek detajet e vogla. Edhe pse mund t'ju duket mesazhi i rregullt, linku për shembull do të kuptoni që nuk është i rregullt. Ka diçka, një URL të çuditshme, një URL e cila nuk ka qenë më përpara e postës shqiptare apo postave private të tjera. Pra vëmendja duhet jetë kur ne kemi veprim të drejt për drejt me platformat online dhe për më tepër akoma kur shpërndajmë të dhënat tona. Neve themi shpesh që liria ime përfundon kur cënohet liria e tjetrit, por në epokën digjitale, kur jemi përballë shumë sfidave dhe shumë pasigurive, sa mund të respektohet kjo shprehje? Shiko, po flas nga aspekti ligjor më mirë në këtë pjesë. Është e vërtet nga aspekti ligjor që liria ime përfundon ku fillon liria jote. Por aspekti ligjor e ka të rregulluar këtë gjë dhe jemi në rregull. Pastaj zbatimi i saj është realisht sfida. Sfida që përballet teknologjia dhe sfida që përballet edhe teknikët dhe ekspertët e IT-s. Sepse ta shkruash është diçka e lehtë, nuk është shumë e vështirë, por zbatimi i saj mbetet akoma sfidë dhe do vazhdojë të mbetet sfidë pavarësisht zhvillimeve. Neve kemi po ashtu pjesë të përditshmërisë tonë edhe atë që njihet si inteligjencë artificiale dhe mendoni që ka humbur atë misionin bazë për cilin u krijua në mënyrën se si përdoret sot nga çdo individ? Shiko, në momentin që flasim për inteligjencë artificiale, flasim për shumëllojshmëri modelesh të inteligjencës artificiale. Jo, domosdoshmërisht të gjithë e kanë humbur sensin dhe arsyen për të cilën u krijuan, absolutisht jo, dhe vazhdojnë krijohen modelet e inteligjencës artificiale për fusha të ndryshme zhvillimi. E kuptoj ku kërkoni të drejtoni pyetjen dhe ajo përgjigje e cila duhet dhënë në fakt është që po, inteligjenca artificiale është krijuar për të qenë asistenti ynë. Më pas, përdorimi për ta zvendçuar tërësisht punën tonë përmes inteligjencës artificiale mbetet një përdorim pak i ashpër, jo përdorimi më i mirë i mundshëm, sepse ka dhe një problem, nuk e shohim inteligjencën artificiale realisht si asistenti ynë për të na ndihmuar për të zhvilluar. Ka momente që kam dëgjuar shpesh herë edhe pyetje, a do të na zëvendësojë inteligjenca artificiale? Nuk është çështja e zëvendësimit, çështja është e pranimit që inteligjenca artificiale është në tavolinë me ne dhe ne do duhet që ta shohim si asistentën tonë dhe do duhet ta shohim si rival vetëm në momentin kur do duhet të rrisim aftësitë tona në bazë të këtij zhvillimi që inteligjenca artificiale po ka tani. Çfarë progresi ka pasur teknologjia në vitet e kaluara, tashmë në këtë vit që jemi, por duke parë këtë progres, ku pritet të shkojmë? Pritet padyshim zhvillime edhe më shumë në inteligjencë artificiale. Pra, hapi i radhës është inteligjenca artificiale. Kjo e gëshëtuar edhe me sigurinë kibernetike në mënyrë të pashmangshme. Sepse vim bashk dhe do duhet të qëndrojmë bashk deri në fund. Në të kundërt, do të kthehemi në një terren ku do të shohim që të dhënat tona janë të dala dhe kjo nuk pritet të ndodhi. Ndaj dhe zhvillimet do të jenë inteligjencë artificiale dhe siguri kibernetike. Më pas, të gjithë deviacionet dhe të gjitha zhvillimet e teknologjisë patjetër janë të mirëpritura, patjetër do të zhvillohet, lufta me teknologjinë është një luftë e humbur. Të gjithë ne do duhet kuptojmë që teknologjia do të jetë këtu me ne dhe do të vazhdojë të zhvillohet
sikurse edhe ne do të zhvillohemi dhe do të rrisim aftësitë tona në bazë të teknologjisë dhe jo vetëm. Pra sipas këtij koncepti nuk mund të zëvendësohemi nga teknologjia, inteligjencë artificiale në vitet e ardhshme. Është e thjeshtë përgjigje. Sepse thuhet se po ndërpres thuhet rëndom që shumë profesione mund të zëvendësohen edhe nga kjo teknologji. Përgjigja është shumë e thjeshtë. Ne do të zëvendësohemi vetëm në momentin që nuk rrisim aftësitë tona. Në momentin që zhvillohemi krahas inteligjencë artificiale dhe e shohim atë si asistenten ton, atëherë automatikisht aftësitë tona janë rritur. Në momentin që ne rrisim aftësitë, inteligjenca artificiale mbetet asistenti ynë në vimësinë tonë. Në momentin kur ne stopojmë rritjen tonë, aftësitë tona, qoftë në karrierë e tjerë me radhë, atëherë po, inteligjenca artificiale ka potencialin e mundshëm për të zëvendësuar, por nuk është qëllimi i zëvendësimi. Qëllimi është lehtësimi i punës sonë dhe gjithë jetesës sonë përmes inteligjencës artificiale dhe jo vetëm, edhe Internet of Things e tjerë me radhë, dhe zhvillimi jonë më shumë se sa niveli aktual ku jemi. Neve po shohim shumë shpesh që inteligjenca artificiale kohët e fundit po evoluon shumë shpejt. Dhe ka shumë video që neve i shikojmë në rrjetet sociale, nëpër internet që lundrojnë, dhe është e vështirë të dallohet nëse është realitet apo inteligjencë artificiale. Është një realitet që neve do e kemi në vitet pasardhës ose shumë shpejt me muaj dhe do jetojmë në një realitet të prekshëm apo në një realitet të rrem, duke parë dhe këto zhvillime. Atëherë deepfake është sfida e shekullit. Dhe kjo nuk ka diskutim. Krijohen imazhe, krijohen video, të cilat her pas here dhe për ekspertët e IT-s është e vështirë identifikimi. Sigurisht e pamundur për të paktën për ekspertët, por deepfake normalisht do të jetë sfida më e madhe që do të përballemi me zhvillimin e teknologjisë. Dhe është thënë fakt edhe nga presidenti Donald Trump disa herë që problematikat e krijuara nga deepfake dhe do të vazhdoj të krijohen këto probleme përsa kohë inteligjenca artificiale vazhdon dhe zhvillohet. Vetëm duhet bërë fact check disa herë përpara se ne të besojmë një video dhe një foto, një lajm e tjerë me radhë. Pra, do duhet ta pranojmë si sfidën tonë dhe duhet jemi më të vëmendshëm për të çekuar të gjitha faktet që duken si fakte kur janë online. Do na kthen në një shoqëri ndoshta më dyshuese, po ky dyshimi që do na shoqëroj gjatë gjithë rrugtimit ton, sa të vështirë do ta bëj gjithë eksperiencën që nuk kemi në çdo fushë të jetës tonë. Do të jetë sfiduese, padyshim. Nuk pretendohet të jetë thjesht. Teknologjia në fakt zhvillohet sepse njeriu humbet besimin tek njeriu. Ka qenë e thënë prej kohësh, por tani do duhet që dhe teknologjinë ta vendosim në pikpyetje përpara se të besojmë çdo gjë që na serviret përmes teknologjisë. Jo domosdoshmërisht duhet kuptojmë që duhet besojmë që çdo gjë që shohim online është e vërtetë. Absolutisht jo. Madje fakti që ne pretendojmë të gjejmë çdo zgjidhje përmes teknologjisë është një ideologji e gabuar. Jo çdo zgjidhje vjen përmes teknologjisë. Jo gjithçka që vjen nga teknologjia është e mirë. Por padyshim, përdorimi i duhur i teknologjisë të lehtëson jashtëzakonisht shumë, padyshim duke patur gjithnjë syrin kritik për të vijuar me jetesën, punën, besimin e fakteve që shfaqen online. Çfarë pritet ndodh me inteligjencën artificiale? Do sofistikohet, natyrisht ju e thatë, por deri në çfarë faze të përmasash do të shkojë ky lloj sofistikimi? Deri aq shumë sa ne do të jetojmë ndoshta në një realitet robotik në një farë forme duke tepër e frikshme kur e mendon. Nuk dëshiroj të përhap panik duke thënë diçka të tillë. Në fakt, unë jam një nga individët që e përkrah zhvillimin e teknologjisë, patjetër, përsa kohë jam në këtë fushë dhe e shoh shumë si aspekt lehtësues i ynë, vazhdoj e theksoj. Nuk e shoh si sfidues, nuk e shoh si heqja e të gjithë ndjesive njerëzore, përkundrazi. Në momentin që nuk kalojmë në një ideologji që teknologjia zgjidh të gjitha problemet tona, nuk kemi pse kemi frikë. Në momentin që kemi tendencën që çdo lloj problematike ta zgjidhim përmes teknologjisë, po, do duhet kemi kujdes sepse teknologjia nuk ka ndjesi, nuk njeh drejtësi në fakt, sepse teknologjia bazohet në të dhëna, në algoritme, dhe nëse ke gabuar në fillim, padyshim dhe rezultati përfundimtar do të jetë po prapë i gabuar. Ndaj,
teknologjia duhet përkrahur, por duhet audituar mirë përpara se ta vendosim në implementim. Në momentin që ne vendosim teknologji në implementim pa një auditim të mirë dhe pa një auditim të vazhdueshëm me cikle të vazhdueshme periodike auditimi, atëherë padyshim jemi të rrezikuar jo për ta kthyer deri në një shoqëri robotike, por për të bërë gabime teknologjia të cilat në fillimet tona kur zhvillojmë teknologjinë nuk e kishim menduar. Çfarë mund bëjmë që teknologjinë dhe inteligjencën ta shohim si një partner dhe jo si një zgjidhje për shumë gjëra që neve na shoqërojnë? Atëherë, duhet ta filloj duke theksuar që kur një model inteligjencë artificiale apo teknologjia, platformat e tjera me radh dalin online, do duhet fillimisht të kemi menduar mirë aspektin e sigurisë, aspektin e vijimësisë së sigurisë dhe auditimet e vazhdueshme, dhe më pas mundet që të dalim në treg me një model të inteligjencës artificiale apo platform apo çfarëdo lloj gjëje qoftë kjo. Flasim këtu edhe për nivele biznesi, edhe për nivele dhe më të larta të zhvillimit të inteligjencës artificiale. Pra, mendimi se si do duhet të ruhemi. Kemi qasjen proaktive dhe qasjen reaktive. Të dyja këto do duhet të jenë të gërshetuara, sigurisht pretendohet që qasja proaktive të jetë qasja e duhur, sepse ne përgatitemi për të parë se si do të jetë vijshmëria e një platforme për sa i përket sulmeve kibernetike dhe mbrojtja respektive, mënyrat e reja të mbrojtjes, siguria dhe të gjitha protokollet e sigurisë që duhet kemi përpara se të zhvillojmë inteligjencë artificiale, përpara se të zhvillojmë platformat online. Pikë pari. Së dyti, për sa i përket nivelit personal, për ta kthyer tek përdorimi i përditshëm i individëve, e vetmja mënyrë se si ta shohim si krah ndihmës teknologjinë është që të kuptojmë se për sa kohë po na lehtësohet puna në mënyrë kaq drastike, kërkohet nga ne vetëm vigjilenca në radh parë dhe rritja e aftësive tona. Pra nëse një punë ju më parë e kryenit për 2 orë dhe sot për 10 minuta përmes ndihmës që inteligjenca artificiale ju krijon, atëherë ju kërkohet që pjesa tjetër e kohës t'ju kushtohet vetes për t'ju rritur aftësitë në punë dhe për të kuptuar që kemi një mjet të ri në tavolinë, që është inteligjenca artificiale. Dhe do duhet që ne vetë të rrisim aftësitë tona përmes këtij mjeti, që është gjah tek ne, me qëllim që në të ardhmen as të mos zëvendësohemi dhe as mos ta kemi rival asgjë më shumë, sesa thjesht një krah ndihmës. Po ashtu një tjetër nocion që po dëgjohet shumë shpesh, unë e thash edhe në krye të herës, është ajo që njihet si smart city, pra qytetet inteligjente. Për të mësuar më shumë, çfarë nën kupton kjo? Atëherë, unë do ju marr disa raste të qyteteve inteligjente. Një ndër to është Amsterdami, Berlini e patjetër Singapur. Dhe jo vetëm, Tallinn për shembull, Estonia është një nga vendet që realisht e marrim shumë shpesh për shembull për sa i përket sigurisë kibernetike, zhvillimit të inteligjencës artificiale, zhvillimit të teknologjisë në përgjithësi. Të gjithë ne do duhet të kuptojmë që ndërveprojmë me teknologjinë që në momentin e parë kur dalim nga shtëpia, në rastin më të largët të mundshëm. Padyshim, të gjithë ne bashkëveprojmë me teknologjinë që në mëngjes, por edhe në jetën tonë të përditshme kur dalim në rrugë, ne kemi filluar dhe bashkëveprojmë me teknologjinë. Tani Smart City normalisht në zhvillime të caktuara, dhe unë tani po marr vetëm transportin, pa dashur të kaloj në për debate të tjera që kryesisht janë tek survejimi, tek mbikëqyrja me kamera, të cilën nuk dua ta prek për momentin, mbase sepse nuk është momenti, por momenti mund të jetë padyshim për të folur për Smart City kur vjen puna tek transporti, për të kuptuar se cila zonë e Tiranës apo e Shqipërisë ka më shumë trafik, si është ecuria, ku mund të kemi patur aksidente automobilistike etj. Me radhë, ku ka deviacione rruge. Të gjitha këto në fakt e bën një qytet shumë më friendly, pra shumë më miqësor, kur përdoret teknologjia. Dhe këtu them sepse secili nga ne në fakt kur ka qenë nëpër shtete të tjera dhe kryesisht kryeqytete të këtyre shteteve, ka parë që ka një ndërveprim shumë të mirë me teknologjinë dhe ka një lehtësi transporti të jashtëzakonshme. Kjo është ajo që krijon një fragment, po themi, të vogël të një Smart City.
por jo vetëm. Smart City është një koncept shumë i gjerë, debatet janë të shumta, do të vazhdojmë të kemi debate për sa i përket Smart City, sepse ka një tendencë që nëse nuk përdoret si duhet dhe me protokollet e duhura të sigurisë, kalohet në shkelje të dukshme të privatësisë. Sa e nevojshme është që të jetë në Tiranë ky koncept, pra Smart City, dhe sa i vështirë është implementimi? Kërkon kosto, kërkon angazhim burimeve njerëzore, çfarë duhet? Atëherë, po ndalem vetëm tek burimet njerëzore, pa dashur të kaloj tek kostot, për sa kohë nuk jam në instanca për të folur mbi kostot që mund të marri për Tiranën. Për sa i përket burimeve njerëzore, në aspektin e teknologjisë informacionit, pa u ndalur vetëm tek Smart City, por edhe tek teknologjia në përgjithësi që përfshin këtu padyshim sigurinë kibernetike dhe inteligjencë artificiale. Burimet njerëzore janë një nga pikat më të dobta. Po investohet në aspektin personal, pra unë shoh studentë të cilët po shkojnë drejt teknologjisë informacionit dhe me të drejtë, por ekspertiza e shtuar në siguri kibernetike mungon. Ekspertiza e shtuar në inteligjencë artificiale ende mungon. Po shohim që studentët po ndjekin më shumë trendin e programimit dhe po mbeten në këtë lloj niveli, por do duhet të inkurajohen që të kemi më shumë ekspert dhe audit të sigurisë kibernetike. Një thirrje në fakt e tillë u bë edhe në konferencën e NATO-s pak ditë më parë, kur u kërkua që të shtoheshin ekspertët e auditit të sigurisë kibernetike. Dhe burimet njerëzore në këtë fushë do duhet të shtohen, jo vetëm në kuadër të zhvillimit të inteligjencës artificiale, jo vetëm në kuadër të zhvillimit të teknologjisë informacionit, por edhe sepse mbetet dhe do të vazhdojë të mbetet e ardhmja. Teknologjia do të zhvillohet, por pa patur burimet njerëzore në standardin e duhur, do të jemi gjithnjë në prapavi. Shqipëria tashmë ka fatin që është pjesë e NATO-s dhe si pasojë mundësia që ne të jemi edhe ekspert të sigurisë kibernetike, po prapë si pjesë e kësaj aleance, shtohen. Zonja Elbasan, ju jeni dhe pedagoge, ndërkohë jeni çdo ditë me studentët, jemi një treg i vogël, mund ta quajmë kështu, si Shqipëria, që prodhon shumë persona që pas nesër në një të ardhme të afër ku mbaroj studimet do të merrem programim, do të merrem me teknologji, informacioni, a mos ndoshta këto burime njerëzore, këta studentë që nesër do të dalin në tregun e punës, janë më të shumt në numër se sa nevoja reale që kemi? Teknologjia e informacionit është një fushë e cila nuk njeh kufi. Ndaj sado programues ne nxjerrim nga bankat e shkollës, nëse këta programues janë realisht mirë, atëherë tregu i tyre punës është ndërkombëtar. Kështu që nuk do të jetë shqetësim ynë se po nxjerrim shumë programues apo shumë ekspert sigurisë kibernetike apo inteligjencë artificiale. Sepse ky treg nuk njeh kufi dhe mund të punojë nga Shqipëria për një treg të Bashkimit Evropian apo edhe më gjerë. Kështu që nuk është ky shqetësimi, shqetësimi është se si t'i përgatisim sa më mirë të jetë e mundur që tregu i tyre i punës realisht të jetë treg pa kufi. Qartë, faleminderit shumë që ishit me mua në këtë bisedë, faleminderit shumë për këshillat që ju ndatë me ne dhe faleminderit që ju e shikoni një perspektivë ndryshe edhe inteligjencën artificiale, pra si një partner dhe jo si një zëvendësim që shumë ndoshta i ka shqetësuar këtë kohë. Faleminderit. Faleminderit ju. Mirë, ishim në këtë hapësirë ku folëm për inteligjencën artificiale, por jo vetëm, do kalojmë në një hapësirë tjetër publicitare dhe do rishihemi sërish.